Dita ndërkombëtare për kujtimit të Holokaustit shënohet në kujtim të 6 milion hebrejnë si dhe miliona njerëz të tjerë të pafajshëm që u zhdukën në kampët naziste të përqendrimit gjatë luftës së dytë botërore. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se detyra jonë më e madhe është t'u lëmë brezit të ardhshëm një botë pa urrëtie, përçarje dhe konflikte dhe veçanërisht të luftojmë kundër versionit historik dhe shëmtërimit të Holokaustit, i cili mohon një nga epokat më të tmerrshme në historinë e njerëzimit. Uroj që të mos ndodhë më kurrë, shkroi Vučić në Instagram. Edhe Parlamenti Evropian po shënon sot ditën ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit. U organizua një seancë e posaçme plenare e cila përfundoi me 1 minutë heshtje për viktimat e këtij krimi. Kryeministri i Serbisë Gjuro Macut konfirmoi se është formuar një ekip operativ për antarësim në Bashkimin Evropian, i cili do të analizojë situatën çdo javë. Organi do të drejtohet nga ambasadori i Serbisë në Bashkimin Evropian me pjesëmarrësen e 6 ministrive dhe përfaqësuesve të zyrës së kryeministrit, gjë që tha kryeministri Macut duhet të mundsojë koordinimin dhe komunikimin më efektiv me institucionet evropiane. Transportuesit nga Serbia, Malizi, Maqedonia Veriut dhe Bosna e Hercegovina vazhdojnë të bllokojnë terminalet e mallrave për shkak të sistemit të për hyrje dhe dalje nga Bashkia Evropiane, por edhe reagimin jo adekuat të Komisionit Evropian dhe vendeve të Schengenit në lidhje me trajtimin e shoferëve profesionist dhe kufizimin e qëndrimit të tyre në territorin e Schengenit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se transportuesit po luftojnë vetëm për të drejtat e tyre dhe deklaroi se tashmë u ka kërkuar autoriteteve në Bashkimin Evropian të marrin në konsiderat kërkesat e tyre. Ai shtoi se është i gatshëm nëse shteti mund të ndihmojë në ndonjë mënyrë dhe të bisedojë me transportuesit dhe të dëgjojë kërkesat e tyre. Kryetari i Odës Ekonomike të Serbisë Marko Çadesh tha se dëmi i eksportit të Ballkanit Perëndimor është 100 milion euro çdo ditë. Ai vuri në dukje se Oda Ekonomike Serbisë së bashku me odat ekonomike nga gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor i dërguan rreth 15 letra Komisionit Evropian dhe vendeve anëtare vetëm gjatë vitit të kaluar, por se nuk pati asnjë seancë dëgjimore ose një zgjidhje kompromisi. Publikimi i idesë e Asociacioni i Komunave Serbe, i cili do të kufizojë 4 komuna në veri të Kosovës, është një tjetër tollumbac prove. Sipas Stefan Surlić, docent në Fakultetin e Shkencave Politike, ai gjithashtu tha për Kosova Online se diçka e tillë nuk është e pranueshme për Beogradin. Surlić kujton se Asociacioni i Komunave Serbe është përcaktuar tashmë përmes statutit që Bashkimi Evropian ja dha Prishtinës dhe urdhëroi ta paraqitet në gjykatën kushtetuese në mënyrë që procesi të fillojë të përformimin e Asociacionit të Komunave Serbe. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Xhavit Haliti deklaroi më parë se një ndryshim i mundshëm i pikpamjes mbi formimin e Asociacionit të Komunave Serbe mund të çojë në kufizimin e tij në 4 komuna në veri të Kosovës në vend që të mbuloj të gjithë territorin. Përveç kësaj, ai shtoi se ajo nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive. Rreth 74% të votave u rinumëruan në qendrën për numërim dhe rezultate njoftoi zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmila Elezi. Sipas njoftimit të mëparshëm, Komisioni Qendror Zgjedhor planifikoi të përfundojë procesin e rinumërimit të plotë të votave këtë javë. Analisti politik Shemsi Ashari tha se kandidatët e përfshirë në manipulimin e votave duhet të mbahen përgjegjës dhe të përjashtohen nga partitë. Ai theksoi se pas kësaj situata ata që ndikuan në vota duhet të humbasin mandatin e tyre dhe të përballen me pasoja ligjore. Me liturgji dhe akademi solemne në shkolla dhe tempoj në të gjithë Serbinë dhe rajonin u shënua lavdia shkollore shënsavese që ndan çmime për nxënësit e ekipet më të suksesshëm dhe në shkollat për të gjithë Kosovën. Kjo fest u shënua me prerjen e ambëlsirës në ceremoninë përkatëse. Drejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković uroi të gjithë nxënësit për festën dhe theksoi se askund trashëgimia e shejtorit serb nuk është më gjallë dhe më kundër
ndodhur se në Kosovë dhe Metohi vlerat e harmonisë, unitetit dhe mirëkuptimit e predikuar nga Shën Sava janë ende sot, ashtu si në kohën e lindjes së Serbisë e Nemanjićve në Mekursht për të mbledhur popullin dhe shtetësinë tonë, shkroi Petković në mesazhin e tij të urimit. Moti edhe nesër me vranësira, por rreshjet do të jenë më të pak intensive dhe pjesërisht me shira afat shkurtë do të fryerë e fort jugore dhe juglindore, veçanërisht në pjesën e zonës së Koshavës, temperatura më e lartë e ditës do të jetë deri në 6 gradë Celsius.